Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la rasul Allah, dhurojmë shumë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Po vazhdoj me dersin e radhës, vëllezër të nderuar. Sot do të flasim për një ngjarje që është pak më interesante dhe ka të bëjë me një nga ndodhit më të veçanta që përmenden në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka të bëjë me ngjarjen e Ka'b ibn Malikut dhe dy shokët e tij, Hilal ibn Umayya dhe Murara ibn Rabi'a. Këta tre persona të cilët faktikisht nuk kanë marrë pjesë në betejën e Tebukut, të cilën e kemi filluar javën e kaluar, edhe me të është zhvilluar apo ka ngjarë një ngjarje shumë interesante. Prandaj do të flasim për këtë, për arsye se vërtet kjo mundem me thonë që në tërësirën është një ngjarje shumë më domethënëse, edhe ulemat në përgjithësi nxjerrin shumë dobi nga kjo ngjarje edhe e përmendin shpesh, edhe ndoshta ja vlen edhe ne gjendet në koleksionin e Buhariut, gjithashtu edhe të Muslimit, dhe është nga ato ngjarjet që vetë Ka'b ibn Maliku e përcjell. E keni parasysh? Pra kjo është ajo veçantia, edhe Imam Buhariu kur e përcjell këtë hadith e përcjell direkt prej Ka'b ibn Malikut që ky i tregon djalit vet. E keni parasysh, edhe që ky është zinxhiri i transmetimit. E është pak më e jashtëzakonshme për arsye se vërtet kur e shpjegon edhe përcjell ngjarjen vet personi i cili është ballavaçuar me atë, është një ndjenjë më emocionale edhe përmendet ndoshta çdo send që është e rëndësishme që dihet rreth asaj ngjarjes, nuk është që lihet anash, për dallim kur të përcjell dikush tjetër, ka mundësi e ka pa në një aspekt, kurse aspektet tjera nuk i ka vrejt, edhe kjo është ajo gjithashtu që e bën ngjarjen më të veçantë. E njëjta ka ndodhur edhe me ngjarjen e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, kur i kanë shpif asaj, edhe ai vetë ka përcjell ngjarjen, edhe këtë ngjarje e përcjell Buhariu në koleksionin e tij, pra direkt prej Aishës, pra ajo vetë është personi i cili e përcjell, e kjo është ajo e veçanta. E në tërë këtë vërtet e shohim këtë ngjarje, shohim vëllezër të nderuar domethënien e sprovës. Edhe del në pah ajo që ndoshta që shpjegohet, edhe ka hadith për këtë, po ndoshta nuk është që shumë e kuptojmë mirë domethënien e asaj, po nëpërmjet kësaj ngjarje e kuptojmë atë që vërtet Allahu atë njeri që e dën edhe e sprovon. Dhe se njeriu sprovohet në bazë të imanit të tij. Po, është një hadith që ndoshta e lexojmë, ama për me kuptu, mas mirë na bën me kuptu kjo ngjarje. Për arsye se është interesant vëllezër të nderuar se si Allahu i Madhreshëm dhe pejgamberi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i lan anash munafikët, të cilët erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju arsyetun dhe me aq e përfundun sprovën, me thon kushtimisht. Edhe nuk u vazhdu me ta. Kurse më të sinqertit që kanë qenë këta tre, kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kanë pranuar fajin, është vazhdu sprova me ta. Pra ata më shumë janë ballavaçuar me vështirësi se sa munafikat. Munafikat me dy fjale kanë kryer me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse këta ka vazhdu sa? 1 muaj e gjys, 50 ditë. E këtu e shohim esencën e kësaj që vërtet Allahu kur e don njeriu e sprovon atë për me pastru prej gjunahev edhe me ngrit edhe me bë prej atyre më të vlefshmëve. Ashtu sikurse arin, për me nxjerr arin më të pastër, pra shkrihet, vuhet në zjarr në temperatura shumë të larta, pastaj del ari i pastër. Një ashtu edhe besimtari, vëllezër të nderuar, kur ballavaçohet me rrethanat e sprovës, edhe ballavaçohet me vështirësinë në këtë dynja, pra kalitet edhe pastrohet edhe më shumë. Sikurse që ka ndodhur me këta
me këta 3 persona që Allahu xhalla ualla i sprovoi deri në momentin e fundit, edhe qëndruan në këtë sprovë, edhe prandaj edhe Allahu i Madhërisht i pastroi ata pastaj, edhe zbriti ajet për ta enkas, edhe u bën që dalin para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të gëzuar për te i kalimin e sprovës, po një ashtu edhe të pastrum prej gjunajt. Për dallim, që është thamë pak më herët, monafikat me 2 fjalë e përfundojnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe lihen ata, nuk mirret kurkush me ta, për arsye se Allahu i Madhërisht i din zemrat e tyre, edhe sa kanë ata mundësi me ballavaçu edhe me ba durim në rrethana dhe situatat ndryshme. Pra, vërtet kjo ngjarje na bën me kuptu se sa është e vlefshme për besimtarin sinqeriteti në zemër. Për arsye se e shohim që ky sinqeritet që ka qenë në aspekt të vazhdueshëm me këta 3 persona, i ka bërë që vërtet Allah i mi pastru ata. Pastaj që gjithashtu e kuptojmë edhe shumën apo vlerën e psimit kur të zgjedhim të vërtetën. Domthon kur do të me zgjedh vërtetën, nuk do të thonë që ajo më njëherë është e lehtë. Po gjithsesi vjen pas vetit me vështirësi, ashtu që ka ndodhur me këta 3. Po gjithashtu edhe kuptojmë që vërtet sprovat për besimtarin, edhe pse ndoshta në shikimin ton i shohim që të vështira, por janë nder për arsye se me të pastruat edhe del para Zotit Madhërisht i pastër, edhe i lihen apo pastruat për gjunahev, edhe këtë e kuptojmë më së miri nga kjo ngjarje. Edhe për këtë shkak edhe Allahu i Madhërisht pra në Kur'anin famlar, pra i pastroi këta 3 persona kur ka thënë wa ala thalathati alladhina khulifu, edhe ata 3 të cilët kanë bet, edhe pra nuk kanë marrë pjesë në luftë, edhe si e përshkruan Allahu i Madhërisht se si ka qenë gjendja e tyre, që pra toka ju bë e ngushtë përkundër gjerësisë së saj, kur u ngushtruan shpirtrat dhe shpirtrat e tyre saqë u bindën se nuk ka strehim prej Allahut pos tek ai. Domthonë nuk ka ku me shku vetëm se tek Allahu i Madhërisht, prandaj edhe Allahu i Madhërisht u afali atyre në mënyrë që ata të pendohen. Edhe kështu Zoti i Madhërisht masi që durun edhe bën sabër, Allahu i Madhërisht i bëri që t'i fal edhe t'u pranoj pendimin. Pra, tham pak më herët, po fillojmë pra në përshkrimin e ngjarjes, vetëm dashta me bë këtë përshkrim apo këtë hyrje për me e kuptu që vërtet sikurse çdo ngjarje e sirrës është kandil edhe ndryshim për rrugtimin ton, në jetën tonë përditshme, po një ashtu edhe kjo ngjarje ma e veçantë, pra është për neve për me e kuptu shumë disa realitetet të jetës tonë përditshme, për arsye se nganjëherë në situata rrethana të sprovës, ndoshta na shkon mendja me thonë qysh, ose edhe në situatat ndryshme e sheh një jo besimtar apo një njerëz që është larg Zotit Madhërisht, kënaqet me kënaqësitë e kësaj dynjaje, edhe të vjen ajo vezvesja, po e kupton që vërtet tek Allahu i Madhërisht nuk matet se një njeri është i dashur te Zoti i Madhërisht apo i urrëtur me pasuritë e kësaj dynjaje. Jo. Mundën me pas shumë pasuri edhe me kanë pejt pasurve të kësaj dynjaje, po tek Allahu i Madhërisht me kanë shumë larg ai. Po edhe në anën tjetër me kanë një njeri i varfër, i ngrat, mirë po tek Allahu i Madhërisht ai me pas grada shumë të larta, edhe me qenë shumë i afërt edhe prej evlijave të Zotit personi i tillë. Pra tham pak më herët që ngjarjen e përcjell vetë Buhariu, unë kryesisht do të flas prej asaj që ka përmend Buhariu radiallahu ta'ala anhu rahmetullahi alej në koleksion, po megjithatë këtë ngjarje përcjellin edhe shumë muhaddithin tjerë, po gjithashtu Ibn Qayyimi në librin e tij Zadul Ma'ad, e Taberiu, e përcjellësit e sirës në përgjithësi, kështu që do të marrim kryesisht prej Buharisë edhe ndoshta ndonjë sqarim prej atyre që kanë përmend këta dietarë në përgjithësi. Edhe Kabi ibn Maliku pra përcjell ja tregon këtë ngjarje ku djalit vet Abdullahit, edhe tregon thotë se në jetën time nuk ka mungu kur në ndonjë betejë prej betejave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrë. Domthonë gjithmonë kam qenë në gatishmëri
përveç se në Bedër. Për arsye se betejë e Bedrit, ashtu që ju kujtohet, nuk ka qenë një betejë e parashikuar. Pra nuk është pa apo nuk është para pa, se ka ditë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do të ketë ballafaqim. I tërë synimi që ka qenë mi dalë përpara karavanit e jo me zhvillu betejë. Mirë po beteja ka rrjedh pastaj, masi që jo nis muslimant në këtë luftë, pra kur mushrikët e Mekës e kanë kuptuar, janë përgatitur dhe kanë dalë në fush beteje. Apo ky ka qenë. Në këtë dalje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thirrë këtë besimtar. Pra ka qenë një dalje shumë vullnetare, kush ka dashur, kryesisht ka qenë i drejtuar kjo kërkesë tek muhaxhirët. Te ensarët nuk kanë qenë domon i kërkuar që të dalë. Kanë marrë pjesë edhe ensarët, po jo në formë obligative ose në rekomandim ose që ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po kush i ka pas rënë edhe për një kohë të shkurtër është bërë përgatitje dhe kanë dalë. Ka'b ibn Maliku nuk ka marrë pjesë në betejën e Bedrit, jo pse s'ka dashur, jo pse ka ikë, po rrethana që ashtu kanë bërë, kanë dalë shpejt edhe s'ka marrë pjesë. Kurse betejat tjera, përveç Bedrit, në të gjitha kanë marrë pjesë. Dhe po thot Ka'bi gjithashtu se është prej atyre personave që ka marrë në Bej'atul Aqaba, ka marrë pjesë në beslidhjen që ka ndodhur, në besatimin që ka ndodhur ensarve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para se me bë hijretin. E keni parasysh që kanë ardhur Bej'at al-Aqaba e para e dyta që kanë ardhur edhe janë marrë vesh, e ky Ka'b ibn Maliku ka qenë prej pjesëmarrësve. Edhe thot për vetën e tij, shumë njerëz e konsiderojnë do thot pjesëmarrjen në Bedër, pra një privilegje shumë të madhe. Mirë po thot unë për veti me më thonë, a pendron pjesëmarrjen në Bedër edhe pjesëmarrjen në këtë besatim të Aqabes, thot ma përparësi i kisha dhënë besatimit në Aqaba. A keni parasysh? Për arsye se atyre privilegjeve që gjithashtu i ka pas. Edhe kjo është qasja e Ka'b ibn Malikut. Pra e sqaron edhe i tregon djalit vet, thot se çdo betejë ka marrë pjesë përveç Bedrit, se nuk ka qenë obligative, po gjithashtu ka marrë në Bej'atur Ridwan, ka marrë pjesë, Bej'at al-Aqaba ka marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ja kemi dhënë besën që kena me mbrojt kur ka dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ardhë me bë hijretin në Medinë. Kurse sa i përket Tebukut, pra betejës në Tebuk, thot kam mungu, nuk kam shku. Edhe çka ka qenë në realiteti, thot javën e kaluar e kemi përmena se thirrja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë publike, nuk ka qenë sikurse betejat e mëhershme që kur ka dashur me shku, ka dalë fshehurazi apo është nis në një anë, pastaj është kthy, pra me bë devim jo. Në betejën e Tebukut thirrja ka qenë publike, është ditë qartë ku po shkojnë, paralajmërimi ka qenë shumë ditë para se mu nis, që njerëzit mu bë gati, pra nuk ka pas në një arsyetim me thonë jo e kum ditë, ose po thot Ka'b ibn Maliku jam kanë shumë i vetëdijshëm për këtë thirrje, edhe që na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe na ka bë me dije mu bë gati, edhe kum fillu thot mu bë gati, e ka bë një përgatitje edhe ai në veten e tij, edhe nuk ka pas që mos me marr pjesë. Synimi i tij nuk ka qenë mos me marr pjesë, gjithsesi ka qenë me marr pjesë, po i ka neglizhu senet. Hajtë se ka vakt, hajtë se nesër, e keni parasysh, edhe këtu e shohim defektin që ndoshta na ka plënë në shumë situata dhe rrethana, me të cilën është godit edhe Ka'b ibn Maliku. Thot, kur na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jam qenë i vetëdijshëm. Edhe nuk mundem mu arsyetu që si kum pas rendet. E keni parasysh. E kemi përmend javën e kaluar që shumë njerëz kur kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe s'ka pas çka më u dhon as deve, as udhtim, as sende, kanë qajt që kanë dashur me marr pjesë, po s'kan pas me çka me shku. Pra ka pas prej tyre që s'ka mujt me marr pjesë për shkak të pamundësisë materiale. Thot unë nuk jam kom pe atyne. Thot kur një teme nuk kum pas dy deve. Domthon përveç se në qatë kohë. Kur ka thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot i kum pas dy deve. Që me një fjalë kam qenë në gatishmëri të plot. Me thonë që e kam veç një deve, ju vin familjes me punu jo, dy deve i kam, që mu i me la një në shpet, një me marrë me vete. Me një fjalë kam qenë në gatishmëri, edhe nuk mundem me u arsyetu që nuk kam pas. Edhe thot kum pas mundësi, pasuri. Po çka thot vendosa mu bë gati, edhe zakonisht
kemi përmend që ka qenë koha e të korrurave përgatitje, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe për këtë arsye i ka paralajmëruar që mu bë gati kush me caktu tash, kush me zaventsu për arsye se ka me pas koha e të vjel, domethënë mi vjel pemt e kështu me radhë, me caktu. Edhe njerëzit kanë filluar me u bë gati, dikush e ka lënë ndonjë hizmetçar, dikush do një rob, dikun do thotë që me parë e kështu me radhë dhe janë bë gati të gjithë, thotë edhe unë kam fillu, po se cilin ditë që u qesha në mëngjes edhe u dilsha për mu bë gati, u kthesha të thonë hajtë se ka kohë. Hajtë se nesër, derisa thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëri thirrjen edhe dul. Ka dalë me ushtri, unë alekum met, të thonë hajtë se bana gati, ka vakt, edhe pak e bëj këta, e bëj ata, thot edhe kështu e shtyva, e prolongova. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi e bani thirrjen edhe doli, edhe unë e meta mrapa. Kur meta mrapa, prap i thash vetes, hajde se i mri, për 2-3 ditë i mri. E keni parasysh njeri kur është me udhtim të gjatë edhe ka njerëz kallabllak, udhton pak më ngadal. Kur je veç i hip devës apo kalit edhe mundesh me mri, kështu që për 2-3 ditë mundesh me mri karavanin pa problem. Kjo ka qenë e kuptueshme, edhe ka pas pe sahabëve që e kanë mrin në këtë formë. Pra kanë shku, jo nis me vonesë që kanë marrë. Edhe ky thot që unë thash hajtë se i arri, shkoj pak ma vonë, bana gati nisna pak ma vonë edhe i arri. Edhe thot qashtu, tu e shty, hajtë se ka ku, ka lunë edhe 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, edhe met pa unis, edhe met Medine. Nuk është nis, duke ja prolongu vetës, ka kohë, nesër, ma vonë, zakonisht ato që edhe na e kem tradit edhe shejtani na bën domthonë çat prolongimin e gjërave me i bë, e që e marrëm edhe këtë mësim nga historia e Ka'b ibn Malikut, që kur je në gatishmëri edhe ke para vetes një obligim edhe një punë me bë, mos ja shty të thon ka kohë. Po përvilu edhe merre përsipër edhe krye obligimin për arsye se vërtet ky prolongim është kurth e shejtanit që ti mos me arrit sukses në jetën tënde. Pavarësisht a ki udhtim, apo ki mu bë gati, apo ki provim në fakultet, apo ki me krym punë shtëpi, pavarësisht ka, mundohu mos me e shty për arsye se sa ma shumë që të shtyn, aq ma rënd bëhat ajo punë. Sa nëse ki me krym rana 4-5 dite, mos e le për hajt se ka ku hajt ka. Krye ditën e parë edhe rahato. Edhe kur vjen afati, je i gatshëm. Se sa me shty, për arsye se ka mundësi harron, ka mundësi del ndonjë punë tjetër, rrethana ndryshme edhe mbet, ashtu që ka mbet Ka'b ibn Maliku pa marrë pjesë. Edhe thot nuk kam shku, heq fare, ka nejt në shtëpi. Edhe kur ka nejt në fillim, qashtu të e shty, thot kur është ba do dit, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nejt kogja një kohë atje, thot kur erdhi koha që kanë më kthy disa ditë, tash fillova me menu që qa pas na bë. A i ki parasysh kur njeri e bën gabimin, e fut në një amolli shejtani, pastaj kur kryhet ai gjunahi, ti kthjellesh, edhe kupton që qa pas ke bë. Mirë po është vën, nuk është që mundesh me nisash me bë. Ai mund nis, ata veç janë duke u kthy. Pra nuk është diçka që mundet me e praktiku. Edhe çka thot tjetër? Thot në atë kohë kur dilsha në Medine, shisha vetëm njerëz ose kanë qenë dyftyrsa ashiqare, munafik të s'kan marrë pjesë, ose njerëz të ngratë, të smur, pleqt, që s'kan mujt me marrë, kanë pas shef me marrë pjesë, po kanë pas arsye, s'kan mujt me marrë pjesë. Thot këta njerëz i shisha, nuk shisha dikon tjetër që ka marrë pjesë, domthonjë që kanë bet Medine edhe së shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo e bëjke me kuptu ky personis që vërtet situata nuk është që ka bën ndonjë zgjedhje të qelluar. Edhe vazhdon tutje thot, kështu kemi qëndru deri në momentin kur kemi dëgjuar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është kthy edhe është në Medine.
Edhe çka bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kthehet prej Tebukut edhe vjen në Medinë, mas pari çka bën? Shkon në xhaminë e tij edhe i fal 2 rekate namaz. E kemi përmendur në një ligjërat, as e dia këtu apo në hutbë nuk e di, që është vërtet një sunet që ndoshta shumë e kemi lënë apo pak praktikohet, që prej sunetit është që njeri nëse bën një udhtim edhe kthehet në shtëpi, është mirë munal në xhamin e lagjes ose xhamin e vendit, edhe mi fal 2 rekate të arritjes në shtëpi apo në vend banim, pastaj me shku mu fut me hyn në familje. E keni parasysh, këtë e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë. Thuhet që këtë e ka bërë për 2 arsye. Arsyeja e parë ka qenë kjo formë, domethënë që me e falenderuar Zotin e Madhreshëm, po arsyeja tjetër që e përmendin fukahat ka qenë edhe një farforme, një lloj paralajmërimi për familjen, posaçërisht për gruan. Për arsye se ju e keni parasysh në kohrat e hershme, nuk ka pas telefona që tash e lajmëron për shembull gruan ose familjen që aeroplani kam filan orë dhe ku më mri në aeroport si ka që vinë shtëpi ora që me ditë familja. Ka mundësi ndoshta 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj ti nuk je në shtëpi, edhe vjen në shtëpi pa paralajmërim. A keni parasysh pa paralajmërim. E çka është kjo? Kjo nënkupton që nganjëherë gruaja kurse ka burrin nuk i rrin hizmet, nuk i bë hizmet në me nejt në pastërtinë në përgjithësi me pas në nivelin ose më kon pak e gatshme për burrin e saj. E keni parasysh? Mundë mos me kanë e gatshme. Edhe kur vjen burri, nuk është mirë me pa gruan ashtu që s'ka qef me pa. A keni parasysh? Kështu që kjo formë e ardhjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhami, edhe faljes namazit, edhe përhapjes lajmit që është kthy, është një lloj paralajmërimi edhe për familjen që nëse nuk janë veshur, nuk janë domosdoshmë që e kanë marrë veten e tyre, me pas mundësi më bë gati që kur të vjen burri me prit më mirë. A keni parasysh? Edhe kjo është prej urtësive që e përmendin fukahat që e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë. Edhe në vete ka shumë urtësi kjo gjë dhe na mëson edhe mënyrën edhe mirësjelljen që duhet me pas edhe burri karshi gruas, po edhe gruaja karshi burrit, për arsye se nganjëherë janë disa veprime që ndoshta mundet me kanë shkak që edhe mu largu edhe më shumë burri e gruaja me pas mirë keq kuptim ose urrëtie ose e keni parasysh rrethanat edhe situatat mes burrit edhe gruas, edhe prandaj kjo është arsyeja pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka preferuar që mas pari me fal namazin në xhami edhe më përhap lajmi se është kthy, kështu që edhe familja të bëhet gati në pritjen e burrit në përgjithësi. Edhe thot kur dëgjova që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe tash e ka rrok një lloj ankthi, një lloj mërzie që çka kum i thon. Qysh ku me prit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, qysh ku ju arsyetuan atina që s'ku marr pjesë. Edhe çka është e veçantë në këtë rast me përmend është fakti se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka shku në udhtim nuk e ka përmend Kabe ibn Malikun. Ose s'është interesuar për të derisa ka rrinë në Tebuk. Kur ka rrinë në Tebuk, ka qëndruar aty në Tebuk, thuhet prafërsisht 20 ditë. Këtë do ta shpjegojmë pra derset e ardhshme qëndrimin atje dhe gjërat të cilat kanë ndodhur. Kur ka qëndruar aty, ka pyet për Kabin. Domthonë gjatë një kohë ka thonë ku është Kabi, nuk pesho, a ka ardhur apo s'ka ardhur. Atëherë njëri prej njerëzve që ishte prezent thot Kabi, tha për mu që e ka lënë, domthonë apo nuk e ka lënë me ardh ajo knatësia që me najt në shtëpinë e tij, me najt e gruaja vet, edhe mu kënaq në hije edhe në flladin e Medinës, se sa me marr pjesë me neve edhe me marr, domethënë me u ballavaçu me këtë vështirësi që jemi ballavaçu na. Me një fjalë ka fol jo mirë për Kabin. Kurse Muadh ibn Xhebeli, që ka qenë së bashku, ka thonë tut ju Zotit se Kabi ibn Maliku nuk është ai njeri që ti qysh pe përshkruan. Ka mundësi që ka pas arsye pse s'ka marr pjesë. Edhe kjo është interesant, vëllezër të nderuar, edhe Kabi ibn Maliku kur e përmend personin që ka fol keq, nuk ja përmend emrin. A kur e përmend personin që e ka mbrojt, ja përmend Muadh ibn Xhebeli.
E ku është urësia këtu? Këtu është urësia që s'ka dash mja përmend emrin jo në formë injorimi apo nënçmimit asaj, po për mos me ngrit urrëtie, edhe zakonisht ka qenë, e kemi përmend edhe raste situata tjera që zakonisht njerëzit që kanë bë gabime apo situata të ndryshme në histori nuk ju përmenden emrat për shkak të rrujtjes së personalitetit të tyre apo situatave dhe rrethanave. E keni parasysh. Për këtë shkak nuk ju përmendet emri i tyre, lihet. Edhe vetë pejgamberi sa në disa raste kur ka përmend një vërejtje, ndonjë çortim ndaj dokujt, nuk e ka përmend me emër filani, ka bë kështu, nuk është mirë me bë kështu. E keni parasysh. E ka thonë çka është gjendja e një personi që bën kështu ose kjo kështu nuk bën me bë, pra e ka përgjithsu ose e ka përmend si shembull pa personalizim me emrin mbi emër të personit caktuar. Edhe Kabi ibn Maliku në këtë rast është interesant, nuk e ka përmend me emër kush ka qenë ky. Po në anën tjetër, ai që i ka mbrojt e ka përmend me emër. E ka përmend me emër, prandaj edhe kjo është domosdoshmë urësia që mirret nga kjo ngjarje. Edhe thot kur erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka fal 2 rekate namaz, edhe ka qenë i ulur në xhami, me njëherë tha kanë filluar me ardh njerëzit, edhe tash dikush më arsyetu, dikush më kërku falje, dikush më përshëndet e kështu me radhë, edhe të parë që vinë me taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kush janë? Munafikat, dyfthyrsat. Tash për me legjitimu, me thon kushtimisht apo me përligj mungesën e tyre edhe mos pjesëmarrjen e tyre me arsyetime tyne, vinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe fillojnë me arsyetime të ndryshme. Dikush e kam pas këtë punë, dikush s'ka mujt, dikush domo arsyetime shumë tjera. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e zgjedh që thot tek une jeni të falën, domthon unë nuk po ju çortoj, as po ju them pse s'keni ardhur ose ju i dini arsyet, për te unë jeni të arsyetuar, kurse realiteti juaj është ndërmjet juve dhe Zotit. E keni parasysh që a jeni të sinqert apo nuk jeni të sinqert, unë nuk muj me ditë në zemrat e juaja çka ka. Kjo është domosdoshmë ndërmjet juve edhe Allahut të Madhërisht, edhe nuk e ka çortu asnjënin. Domosdoshmë asnjënit nuk i ka thonë pse qysh, secili që ka marrë arsyetim, ja ka marrë arsyetim. Ka thonë në rregull mirë, edhe kështu do thot i ka aprovu të gjithë. Derisa thot më erdhi radha mu me shkute pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe tash isha i mendimit çka më bë. Ç'a më thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe thot vendosa me qenë i sinqert. Edhe më ia thon qartë çka është arsyeja pse nuk ka marrë pjesë. Edhe thot o i dërguari i Zotit, thot pasha Allahun, po të isha para dikujt tjetër, kisha dalë para dikujt tjetër, kisha gjetë me qindra arsye edhe përgjigje për me arsyetu veten teme pse s'ku marr pjesë. Mirë po, jam i bindun se nëse gënjej, nëse thëm do thot atë çka nuk është e saktë, atëherë Allah i Madhërisht e din çka ka në zemrën time edhe do ta qet në shesh atë. Thot, nëse e them të vërtetën, tash nëse nëse e them gënjej, na është më me arsyetu e dal diçka, po e di që tek Allah i Madhërisht dal në shesh. Nëse vendosim me thonë të vërtetën, atëherë ka mundësi që dal keq para teje, para njerëzve, mirë po shpresoj që Allah i Madhërisht ka me ma falë. Prandaj, thot pasha Allahun, nuk kum pas do një arsye pse kam mungu, kur nuk kam qenë, që ato që i ka përmen, kur nuk kam qenë, do thot, ma i fort, edhe materialisht, edhe fizikisht, do thot, edhe në aspektin material kam pas mundësi me marr pjesë, edhe në aspektin fizik nuk jam qenë i smut, kur nuk kam qenë ma i përgatitun se sa që atëherë me marr pjesë me ty. Mirë, po nuk marr. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju kthehet shokëve, thot, e që ky e ka thonë të vërtetën. Që me një fjalë, ata të cilët kanë folë para këtij kanë qenë arsyetime të kota dhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë. Po nuk ka dashur me hy edhe me i qit në shesh. A e keni parasysh? Thonë, e ky e ka thonë të vërtetën, e ka thonë qohu derisa Allahu të pastroj edhe t'jap gjykim për ty. Edhe thot unë u qova, edhe fillova mu tërhek, edhe në atë moment që jom qu edhe tash tu dal pe xhamis, thot mu afrun kabila e tij, njerëz pe kabilës tij që janë Banu Seleme,
Banu Seleme vëllezër të nderuar, harrova me përmend, është një prej fisëve më të njohura të Medinës, që gjithmonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka lavdruar edhe ka pas, edhe ky ka qenë prej tyre, edhe thot disa antarë të fisit erdhën afër meje, edhe ta shtu dalë pe xhamisë edhe fillun me i thonë, pse i the ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nuk ka pasur ashtu me i thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka pasur me arsyetu me thon që s'ku mujt e jam vanue, e ki parasysh arsyetime tash, njëri më dash me xhet arsyetime gjon, edhe thot çat shumë qortun, sa që tu dal sikur ma mushën menën, mu kthy edhe me fol. Që mos ku mba keq. Domthon jo që ka dash mu kthy, po domthon mos i ka nis sikur mira pishmani, pse ku mba kët. Thot edhe i thash atyne, thot a ka dikush tjetër që i ka ndodhur çështu sikur mu. Domthon që i ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëjtën që ma ka thon mu. Ata i kanë thon po, janë edhe dy tjerë, ata kanë qenë pra Murara ibn Rabia edhe Hisham ibn Umayya, Hilal ibn Umayya edhe Murara ibn Rabia, janë tha edhe këta dy. Domthon ju tre jeni që juve treve ju ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e keni thonë të vërtetën, edhe derisa të gjykoj Zoti për juve, pelajmë punën me çështu. Thot kur mi përmendën këta dy persona, thot i njehja mirë, edhe i dija të dy ishin që kanë marrë pjesë në Bedër. Po ishin do thot musliman, edhe ky Ka'b ibn Maliku thot të dy ishin për mua shembull. Për arsye se Ka'b ibn Maliku ishte pak më i ri se ata dy, ata më të vjetër. E keni parasysh në moshë, edhe thash me veti, po te kokna me dy njerëz shumë të mirë dhe shumë të çmum, kështu që u gëzova. Me një fjalë u gëzu që nuk është i vetmi, edhe janë dy persona që ky e ka kuptuar që këta janë më të mirë se unë. Prandaj le të bëhet edhe me mua ajo që ka bëhet me ata dy. Nëse bëhet me ta, çka do që bëhet me ta, le të bëhet edhe me mua, edhe e ka pranuar do thot këtë zgjedhje. Edhe thot dolëm na prej xhamisë, edhe prej atij momenti ka ndryshuar qasja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam karshi meje edhe atyre dy persona. Edhe thot, nuk ka dyshim që kjo ka ardhur edhe me shpallje, edhe pse s'ka pas ndonjë citat direkt prej Allahut Madhërisht për këtë veprimtari, megjithatë thot urdhëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mos mi fol Ka'b ibn Malikut edhe këtyre dy shokëve askush prej banorëve të Medinës. Pra kurkush nuk i ka fol. Edhe thot njerëzit na shmangeshin, edhe ishëm në një formë, një situatë izolimi, ndoshta jo fizik që mu burgos apo diçka tjetër, po kurkush s'ka bojkot do thot me kuptimin e fjalës. Edhe thot sa i përket atyre dy tjerëve, thot ata dy ishin më të vjetër, edhe atë shumë u mërzitën, edhe atë shumë e morën këto nga zemrë, sa që s'kan mujt mu me dalë për shtëpisë. Von kanë qëndruar në shtëpitë e tyre. Thot kurse unë isha i ri, ky ish ma djalosh i ri, thot unë vazhdoja të dilja, shkoj në xhami me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e falsha namazin, shkojsha në treg, pra u përzike me njerëz, megjithse ata nuk folnin me ta. Thot shkoj ju afrojsha pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe jepsha selam, edhe kaloja, edhe thot e shikoja në gojën e tij, në gjuhën e tij, a është tu më kthy selamin, a s'është tu më kthy selamin. Thot falesha nga tina, edhe thot e shikoja, e ai nuk më shikonte. Thot kur falesha unë, thot më shikonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këshyrke ka herë, po kur unë e ktheja kryt, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kthente kokën edhe nuk më shikonte kur unë e shikoja. Dhe kjo ka qenë një prej sprovave që vërtet ka qenë e vështirë. E keni parasysh kur njeriu është në situatë tillë, është e rëndë, nuk është lehtë, kur ki bojkot me kuptimin e fjalës. Megjithatë, ky e kuptonte gjendjen edhe gjunahin që e ka bë, edhe duronte, bënte sabër edhe vazhdonte bashkëjetesën me këta musliman, megjithse e refuzonin të komunikonin për shkak që me kuptu se Allah i Madhërisht a do t'i pastroj këta tre persona apo t'u afal gjunahin apo jo.
Dhe thot kemi qëndru kështu, derisa thot një ditë ishëm ka ardhur në treg një person që ishte prej tregtarëve të Shamit, pra prej arabëve, mundet me qenë krishterë të Shamit, edhe thot erdhe në Medinë për tregti, thot edhe më ka kërku me emër, ku është Kabi ibn Maliku. Edhe thot më kanë bërë njerëzit që filani, edhe pse s'kanë komuniku me të, filani është, edhe thot më ka ardhur afër edhe ma ka dorëzuar një letër. Thot ma ka dhënë një letër edhe ka shkuaj. Thot kur ma ka dhënë letrën, kur e kum hap, e kum lexu që ishte një shkrim prej mbretit të Gasanëve. Gasanët kanë qenë fisi arab që kanë banu në kufinin me Shamin, që kanë qenë të krishtera, po? Edhe për ata ka dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te Buk me luftu me ta. E tash mbreti i Gasanëve e ka dëgju, kuptohet që lajmet janë bartë, ka qenë një kohë gjatë, 50 ditë, në përgjithësi kanë ndajt Kabi ibn Maliku në këtë fund të izolimit edhe bojkotit, 50 ditë, e keni parasysh. Edhe lajmi nuk ka dyshim që i ka shku edhe këtij mbreti, edhe aja ka shkruajt një letër, edhe ku pra e përshëndet edhe i thot se na ka ardhur lajmi që shoku yt, pra po në këtë letër shënonte Kabi ibn Malikut ja ka dërguar mbreti, ka thonë që na ka ardhur lajmi që shoku yt, kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ka lënë pas dore, domthon të ka bojkotuar edhe s'është të folë, domthon të ka izolu, thot hajde tek ne, nuk do të jesh i përbuzun. Domthon hajde bëne udhëtimin, hajde te unë si mbret i Gasanëve, të Allah domthon një nderoj e të respektoj edhe do të jetosh me ta, nuk ki nevojë me jetu në Medinë duke qenë i izolum. Dhe kjo ishte oferta që mbreti i Gasanëve ja ka dhënë kujt? Kabi ibn Malik. Kabi thot kur e lexova këtë letër, thash edhe domthon vetë me veti thash edhe kjo është një sprovë e radhës. Po thot e ke parasysh, ai e ka parasysh sprovën, edhe ka thonë edhe kjo është një sprovë e radhës, e ka marrë atë, ka shkuar në shtëpinë e tij, e ka shkyer edhe ka vendosur edhe ka djeg. Pra nuk ka dash as me e diskutu këtë çështje. Edhe kështu ka vazhdu 40 ditë. Mas 40 dite, tregon edhe një rast, Kabi ibn Maliku vetë thot, isha aq i mërzitun për këtë gjendje, sa thot një ditë prej ditëve vendosa me shku tek shoku i tij, që ishte djali i Axhës, Ebu Katade, pra një nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte djali i Axhës e Kabi ibn Malikut, thot vendosa me shku edhe shkova tek shtëpia e tij në kopsht, ka qenë duke ndajt, thot vetë e pash, edhe thot si duket na e ka kuptuar që me trokit nuk ja shel derën. Thot e kum kthy murin apo atë pengesën, thot edhe jam fut në kopshtin e tij, edhe i kum shku ngat. Kur e ka pa thot o çudit Ebu Katade. Edhe thot nuk më ka fol. Ju kum drejtu, nuk më ka fol. Ju kum drejtu, ka thon a jam çash i keq unë, a jam një me kum ba qaq, e meritoj këtë qasje, me një fjalë ka dasht me mu qfry në një folm atë që e ka në zemër me një person, edhe kjo ka qenë Ebu Katade që ka qenë shoku i tij edhe djali i miqës, edhe thot shkova edhe ju ankova atij, po s'ka fol me mua. Derisa i thash kur i ka thonë a jam çash i keq sene, thot Ebu Katade i ka ngrit durët lart edhe ka thonë Allahu dhe i dërguari i tij e din do thot çfarë është gjendja jote. Unë nuk muj me ditë. Me një fjalë ky ka zbatu urdhrin e pejgamberit sa mos me fol, edhe ka bojkotu. Thot kur e ka pa çashtu thot u ktheva, e ka kthy prap murin edhe shkova në shtëpi, edhe duke ndajt aty, thot vjen një person, një njeri, edhe vjen te dera, edhe troket, edhe kur e qeli derën, thot që pejgamberi sa po të urdhron që mu distancu edhe pe grus. Domthon deri në ditën e 40 ka qenë do thot në familje, gruaja vet i ka fol. Njerëzit jashtë edhe të afërmit nuk i kanë fol, po gruaja vet i ka fol. E ditën e 40 thot po kërkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mu distancu edhe pe grus. Tash ky Kabi ibn Maliku as ka qenë i sinqert, as ka qenë i vendosur, thot e çka më bë, a më shkurorzu, a çysh më bë. Pra
Nuk është që është anku për këtë kërkesë pejgamberi sa me thonë, a edhe që ta po ma bëni, jo, po ka thonë çka me bë, a me lëshu, apo qysh m'ja bë. Atëherë pejgamberi pra personi që ka pru lajm ka thonë, jo mos e lësha, po distancum, do thotë mos më afro gruas. Atëherë thotë shkova te gruaja dhe i kam thonë, merre teshat e çka ki nevojë, shko te baba, për arsye se pejgamberi sa ka urdhëruar që me nejnë distancë. Edhe thot ajo i morri edhe shkoi te baba i saj, edhe një ashtu ka ndodhur me këta dy tjerët. Hilal ibn Umayya edhe Murara ibn Rabi'a, thot edhe me këta e njëjta ka ndodhur, mirë po gruaja e Hilalit shkon te pejgamberi sa i thot o i dërguar i Zotit, thot e din që Hilali është shumë plak i vjetër. Thot nuk ka as hizmetçar, as kush mi bë buk, as mi bë hizmet, është thot a po më lejon me nejt bile unë në shtëpi që pja bëj bukën, po rri distancë, nuk po flas me ta, po bile t'ja bëj hizmetin e bukës se po më dhimet, se është i vjetër. Atëherë pejgamberi sa ka thonë po mos ju afro. Në kuptimin e raportit, e keni parasysh grua e burr, atëherë thot kjo gruaja e tina, thot o i dërguar i Zotit, prej atij momenti që i ka ndodhur kjo, Hilal ibn Umayya është në qështë të shtëpisë të vet, domthonë dhomës vet, edhe kur thot nuk ka lëviz pe aty. As që mu ka afru ndonjëherë. Apo kupton? Që e ka marrë këtë çështje shumë të rëndë, kështu që nuk vjen pyetje kjo, nuk vjen shprehje kjo me ndodh. Edhe pranon pejgamberi sallallahu ajo me qëndru edhe mi bë hizmet, edhe kështu qëndron edhe 10 ditë tjera. Pra 50 ditë ka zgjatë kjo situatë e bojkotit edhe e gjendjes, thot në ditën e 50 e ka fal, ky zakonisht ka dalë, ka fal namazin te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po jo gjithherë për arsye se e ka pasur shtëpinë larg, xhamia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë larg prej shtëpive të Banu Selemes, fisit tina, thot një natë apo një ditë prej ditëve në mëngjes, thot e kam fal namazin e sabahut, edhe ka qenë duke bë dhikr në vendin ku është fal. Edhe thot duke qëndru, thot vjen një lajm prej kodre. Duke bërtit që myshde, që Allahu i Madhreshëm ta ka fal. Thot kur e kum dëgju këtë lajm, këtë zot nalt prej kodrës që po më vjen, atë shumë o gëzu sa që ka pas sejdën e falënderimit. Thot pas një kohë vjen ky me kali m'ia bë lajmin. E keni parasysh kur e kanë dëgjuar që ka zbrit ajeti i faljes, krejt ata që i kanë dashur edhe kanë qenë afër kanë nxitu për m'ia dhënë lajmin. Edhe ky njëri ka hyp kalit që më ardh me kali më shpejt m'ia pru lajmin, po ai pe kodre ka bërtit edhe ka dëgjuar më shpejt se sa ky që ka ardhur në kom. E keni me kali. Edhe thot edhe ky ma vërtetoi lajmin, edhe thot ati që ma ka dhënë lajmin, thot i kum hjek tesha që i kisha edhe ja kum dhënë hedije pe gëzimit. Edhe kjo mirët ajo syneti ose gjëja që nëse dikush ta jep një lajm të mirë që m'ia dhënë do thot një dhurat, një hedije që ta ka pru myshdën, që ta ka pru lajmin. E keni parasysh mirët edhe pe kësaj ngjarje, edhe thot ja dhash rrobat që i kishte vesh se thot nuk kisha tjera. Nuk ka pas ndonjë rrobë tjetër që me thonë që qëto po t'i dha. Nga njëherë na i kena ka 10-15 këmisha na është një shtëpi tesha që kiç kam i dhon. S'ka pas tjetër thot ato që i kisha ja dhash edhe i mora hua që me vesh diçka unë për veti. Për me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot ja dhash atina, mora diçka për me vesh, do thot hua pe dikujt, i ka vesh edhe është nis te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe mu taku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe aty takohet, inshallah javën e ardhshme vazhdojmë pjesën tjetër çka ka ndodhur, edhe do t'i marrim disa mësime edhe dobin nga kjo ngjarje në përgjithësi që vërtet është një ngjarje e jashtëzakonshme që ka ndodhur me sahabët dhe me këta 3 sahabi. Pra këtu po e mbyllëm, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu nderoft.